Junta ushtarake e Burkina Fasos ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Francën, duke akuzuar Parisin se ka vepruar vazhdimisht kundër interesave kombëtare të vendit. Marrëdhëniet mes Burkina Fasos dhe ish-fuqisë koloniale u përkeqësuan pas ardhjes në pushtet të kapiten Ibrahim Traore me një grush shteti në vitin 2022, i cili ka ndjekur politika kryesisht antiperëndimore. Në një deklaratë televizive të premten, ministri i komunikimit tha se Franca është fajtore për aktivizëm të pandërprer kundër vendit dhe akuzoi për ambicie neokoloniale. Ministria e Jashtme franceze e cilësoi vendimin si armiqësor dhe të pabazë dhe deklaroi se ai tregon prirjen shqetësuese të qeverisë së Burkina Fasos. Franca gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve të saj në vend që të tregojnë vigjilencë të shtuar. Burkina Faso, ashtu si fqinji Mali, ka më shumë se një dekadë që përballet me një kryengritje islamike, shpesh në bashkëpunim me forcat franceze të dislokuara në rajon. Menjëherë pas marrjes së pushtetit, kapiten Traore doboi trupat franceze. Qeveria e tij ka akuzuar Francën për agjent të fshehtë dhe është orientuar drejt Kinës dhe Rusisë. Deklaratat e fundit e Burkina Fasos thekson se kushtet për respekt të ndërsjellët mes dy vendeve nuk ekzistojnë më. Ajo akuzon Francën për mbështetje të rrjeteve subversive dhe përpjekje për të marginalizuar vendin në arenën ndërkombëtare.